Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genceiko mori pjesë në konferencën ndërkombëtare mbi ekonominë, biznesin, inovacionin dhe teknologjinë, të zhvilluar në Tiranë. Në fjalën e tij, Seiko u shpreh se transformimi digjital veçohet si prioritar nga Banka e Shqipërisë, duke cilësuar atë si themelin mbi të cilin do të ngrihen shoqëritë së ardhmes. Ai tha se transformimi teknologjik po zhvillohet me ritme të jashtëzakonshme dhe Shqipëria, me synimin për të modernizuar infrastrukturën e pagesave, ka ndërmarrë nismë ndërkombëtare për reduktimin e paras fizike dhe rritjen e pagesave digjitale, krahas integrimit në tregun unik të pagesave në euro. Paralelisht po punojmë me partnerët tanë ndërkombëtar për modernizimin e sistemeve të pagesave brenda vendit, për të mundësuar pagesat të menjëhershme digjitale 24 orë në 7 ditë të javës, për të nxitur përdorimin e pagesave elektronike, për të reduktuar përdorimin e paras fizike cash dhe për të forcuar konkurrencën dhe inovacionin në tregun financiar. Inovacioni nuk kufizohet vetëm tek digitalizimi i pagesave apo produktet e reja financiare, por ai ndikon dhe mënyrën se si hartohet dhe zbatohet politika monetare dhe si monitorohet stabiliteti financiar i vendit. Në Bankën e Shqipërisë aktualisht po aplikojmë modele të përparuara për parashikimin e inflacionit, po përdorim analiza të dhënave për vlerësimin e rreziqeve në sistemin financiar, po digitalizojmë mënyrën e marrjes së statistikave dhe të mbledhjes së të dhënave, si dhe po forcojmë transparencën përmes mjeteve të reja të komunikimit publik. Nisma e re, e cila shoqërohet me reforma ligjore, teknologjike dhe administrative, pritet të transformojë ndjeshëm mënyrën e kryerjes së pagesave në Shqipëri, duke çuar vendin drejt standardeve moderne evropiane të pagesave digjitale.